Sot e kemi një musafir shumë të veçantë të profilit të mekatronikës, por njëkohësisht edhe krijuesi një aplikacioni Muslim Matchmaker për të cilin do të na flas vetaj. Është Faton Domi. Përshëndetje Faton. Përshëndetje Vlera. Faton, shumë faleminderit që e ke pranuar ftesën me qenë sot në podcast me Vlerën. Fillimisht ta uroj Bajramin me shpresë që Zoti ju ka pranuar agjërimin edhe çdo vepër të mirë. Faleminderit edhe unë ja uroj juve, ekipit juaj dhe të gjithë besimtarëve musliman. Na diskutuam pak edhe të thash që këto profile tjera që janë jashtë fushave, domethënë që unë ju përkas, gjithmonë më sfidojnë pak çta musafir për shkak se më duhet me himi boto konsultime me ChatGPT-n, çka janë. Edhe a mundesh me na tregu për profesionin mekatronikës, domethënë çka i bën konkretisht edhe çka të ka shtyr ty me studiu? Po, mekatronika është një kombinim mes mekanikës, elektrikës edhe teknologjisë informacionit. Kjo vjen prej nevojës që më shumë mi lidh këto inxhinieri në një produkt vetëm, si komponente të kompjuterit, për shembull hard disku, kështu me radhë, që ndërthurrin disa lami mes veti për marrë deri te produkti final, që kam ka shty mu personalisht me vazhdu me studiu këtë lami, është teknologjia që përdoret, mundësia për me dizajnu si në 3D dhe ashtu edhe me mujt me programu, me mujt domethënë me lidh me qarqe elektrike, gjithashtu ka qenë tërheqëse si fush edhe kam vendosur me studiu. A është fush që ka, domethënë që ka perspektivë në Kosovë dhe që kërkohet? Po, është fush që ka perspektivë, kujtoj profën tam që tha kur unë studiesha në kohën time që çdo student i kësaj lamie kur e ka kry fakultetin e ka gjetë punën e lehtë. Nuk do me thonë që e ka gjetë bashkë të dizajnu një produkt të ri, po gjithsesi është një lami që ja aftëson. Unë kisha me thonë, është mënyra vetme që me studiu të përgjithshëm edhe në fakultet, se ka shumë që ka ndërthurë atë në mekatronikë. Po, a kina i projekt veçantë që ti e ki bo dhe që e dënë? Në mekatronikë e kom dosht shumë CNC maçinat industriale që përdoren për me prej materialin, për me prodhu një komponent mekanike, edhe në master sa isha të studiu, e kam mendu mi bu një qark që i ngas motorat elektrik, për CNC maçina, por me një pllakë elektronike më të veçantë. Kjo ka qenë edhe tema diplomës time, ajo pllaka elektronike quhet FPGA. Është një pllakë elektronike shumë e konfigurueshme, edhe është pothuajse fjala fundit e teknologjisë, çka unë kom pas mundësi me pas qasjen ta tu e di që këto pllaka elektronike kushtojnë shumë shtrejt. Normal, laboratori i ka pas mungesë, edhe është dashur me porositë prej jashtme për me mujt me eksperimentu për me ta, edhe me pa qysh funksionon, me mujt me bu një projekt me ta. Kjo u kun edhe tema jam e masterit. Dhe e ke arrit? Kam arrit me i gjeneru sinjalet elektrike me frekuencat të ndryshme që variojnë, do më thonë frekuenca
Varion sipas pozitës në cilën është maqina tu lëviz, edhe janë senzora që e kontrollojnë, e lexojnë të kohën pozitën e makinës edhe vendosin në këtë pozitë duhet me vazhdu me rritë nxitimin, me vazhdu me njëjtën në shpejtësi ose me ngadalu që me ardhë deri te pika përfundimtare. Po, në bazë të kësaj që ti po e thu, konsideroj që është një profesion jo për të gjithë, sa shumë specifike dhe kërkon, domethënë, shkencat me i ditë mirë, sipas gjitha gjasave. Po, është sfidus, nuk muna mi thonë që ja preferoj të gjithëve, i ka sfidat e veta, po gjithsesi ata që synojnë me arrit diçka, kjo është mendoj dega ma e atraktive që për momentin është në Universitetin e Prishtinës. Shumë mirë. Edhe shumë mirë që e kemi, se ka njerë neve këto degët specifike të nevojshme na kanë mungu. Po du me ditë faton mekatronika dhe programimi. A kanë të përbashkëta, apo është diçka dytësore jotja? Po, kanë të përbashkëta, unë kom mësu gjuhë programuese të ndryshme, edhe gjithashtu edhe gjuhë programuese që i përshtaten specifikisht industrisë, po përej aty ka lindë edhe dashuria për programim edhe për databaza dhe për gjuhë tjera programuese të i po që secila ka atë aftësinë e vet me performu mirë për ato synimin, atë forcën që për cilën është kriju, atë synimin për cilën është kriju. Normal, gjuha databazave është mas mirë të për dhona, me i rujt dhonat, me i lexu dhonat, mas një këna gjuhë programuese që specifikisht përdoret vetëm për pllaka dvogla mikrokontrollera. Secila ka atë dobinë e vetë, atë aftësinë e vetë. Po, të pyeta për programimin, për shkak se unë e di që ju e keni projektu, e keni ndërtu një aplikacion, Muslim Matchmaker, nëse nuk e kam emërtimin gabim, të cilin ju po doni me lansu një farë forme, me shtim përdorim. Po, e kemi lansu prej një marsit. Kjo është një program pak jashtë asaj fushës që unë kam studiu, po gjithsesi është mirët me databaza, mirët me ka programim, edhe unë e kom bu këtë aplikacion për me ndihmu pjesëtarëve të komunitetit muslimanëve të Kosovës për m'ja u lecu martesën, për arsye se nga dita në ditë po avancon teknologjia edhe kjo është në perëndim është realitet i pashmangshëm që programet softwarike ta leçojnë martesën, ta ndihmojnë me gjetë dikon që është i përshtatshëm me ty, tu e ditë fort mirë angazhimin që i kena sot si të studentave ashtu edhe profesional që nuk po tham ta pamundson, po gjithsesi kërkon ma shumë prej teje edhe ta konsumon kohën që ti mundesh ndoshta të nevojitet mu socializu, që mi rrit atë rrjetin e njerëzve që më mujt mi gjetë dikon, pra po tham që përshtatet me ty, e kjo ta lehtëson. Është realitet në perëndim, edhe mendoj që ka mu kon edhe realitet edhe në Kosovë, po që është në ardhje sipër. Okej. A mund të me ditë çysh funksionon, se ti tha që domethënë me gjetë dikon që të përshtatet, po çysh keni më arrit ju përmes aplikacionit deri te ajo përshtatje? Po. Na i kena shqyrtu kërkesat e popullit tonë si ka aspekti kulturor edhe nga aspekti fetar. Edhe kena bo 12 pyetje më kryesorët që janë për neve, i kena ndarë në 4 kategori, aspekti fizik, aspekti socioekonomik edhe aspekti fetar. Ato pyetje janë shumë praktike, që ka mundet kompjuteri me kalkulu,
për shembull gjatësia e personit. Duhet me vendos kur aplikon që Po, i përgjigje shpytjeve të cilat në njëjtën kohë janë edhe indikator të përshtatjes. Për shembull gjatësia e personit. Na dim në kulturën tonë që preferohet që mashkulli me qenë 10-20 cm ma i gjatë se femra, për shembull. I kena disa specifika pas 20 cm-ve nuk vlen e njëjta, bjerën vlerësimi. E kjo unë e kom shpreh si algoritme, si formula matematikore, në gjuhë programuese në database, e që i kalkulon për secilin kategori ndryshe, dhe e mbledh shumën e të gjitha indikatorëve për me vlerësu për shtatshmërinë. Ajo që ka mundet më vlerësu prej kompjuterit realisht, po normal është edhe pjesa humane që në fund duhet me dalë ata me vendos një takim, po na për qëllimi kena me gjetë kontaktin për ta, që ata pastaj me vendos nëse dëshirojnë me vazhdu me takimin e parë, që mu njeftu më afër. Okej, do me thonë përfshihet ana fizike, dukjes, gjatësia, mandej përfshihen këto pjesa sociale, ekonomike. Çka përfshin konkretisht? Me kënd jeton? Çfarë të ardhuna ki? Socio-ekonomike është të hyrat, është banimi. Dhe banimi vendi. Po, për arsye se disa preferojnë me jetu jashtë, sepse vetëse janë, ne kena pas parasysh që kjo me ndihmu me fokus alama të madh bashkëdhetarëve që kërkojnë me ardhen në Kosovë, edhe për kohën sa vinë këtu në Kosovë mundohen më socializu, po gjithsesi kjo i ndihmon ala më rjetizu ma shumë, edhe mi gjetë dikon të përshtatshëm për ta, por një të nko edhe ata i kanë kërkesat të tyre që ndoshta dikush mundet me vendos që unë e shoh jetën bashkëshortore të organizuar diko jashtë, edhe kështu kena vendos mi përfshi në të gjithë domethënë algoritmin e përshtatjes. Të hyrat, domethënë janë edhe për femrat edhe për mashkujt. Janë për të gjithë të cilët dojnë me plotësu. Asnjë pyetje nuk është obligative realisht, mundesh me vendos mes më u përgjigj në një kategori. Gjithashtu mundesh me vendos nëse don me botë publike ose private, ashtu që ti mundesh me vendos vlerën, po ajo vlerë fizike nuk ose të hyrat nuk i shfaqen personit të kundërt, po vetëm përdoret për me kalkulu përshtatjen. Okej. Do me thonë ata veç e gjejnë një tjetrin edhe din që janë në të njëjtat valë pa i ditë detajet. Qashtu, do me thonë shprehet si numër nga 0 deri në 5, për shembull në të hyra ju keni përshtatje me personin e kundërt, i keni përshtatjen 5 pikë maksimalisht përshtateni, dhe kena vendos që do me thonë përshtatja më buhen në bazë të ngjajshmërisë. Dhe mendoj që kjo në jetë reale zakonisht tentohet mu gjithë sa më ngjajshëm që mos me pas shumë diskrepancë. Edhe fetarisht realisht është përshtatja. Qashtu, na mundohem që shancat më konë maksimale që me funksionu. Edhe i japim përparësi atyve që përshtaten më shumë, mbi atyre që përshtaten më pak. Edhe mendoj që kjo ka më shumë gjasa që mi afru pastaj normal. Faton e përmend edhe të tretën pjesën e fesë, të besimit. Më thonë ka pyetje edhe që kanë bëjnë me besimin që me i përshtat edhe të këto bot kuptimet ose bindjet e jetës. Ka pyetje për shembull lidhja jote me Kur'anin, që është nëse kisha me vlerësu pyetja më e rëndësishme në krejt. Lidhja jote me Kur'anin tregon sa je në praktikën në Islam, sa e lexon ti Kur'anin, a din prej Kur'anit, a ki memorizu prej Kur'anit, nëse ki memorizu, a ki memorizu sa për më fal,
a ki memorizu një gjuz, 2 gjuz e ma shumë, e kështu janë domethënë disa pikë që mundesh mi fitu sipas pohimit nëse vlen për ty, ose nuk vlen për ty ai pohim. Edhe normal, sa ma shumë pikë që ki, përshtatesh me dikon që ka një lidhje më të fortë me Koranin. Edhe kjo mendoj që ka shumë rëndësi për muslimanët. Okej. Tash këtu ke besimi, po a munden me apliku edhe të tjerë? Unë e kum kushtëzu që kushdo që dëshiron me apliku, duhet me hy në Ramadan Challenge, një Telegram bot që është kriju specifikisht për me ndihmu, me filtru njerëzit, ose do më thonë kandidatët. s'mundet gjithkush me apliku. Kujti teket me hy me apliku, po duhet me kalu në qëto proceset e Ramadan Challenge. Mundet, teoretikisht, mundet gjithkush, po praktikisht ata njerëz që vinë në xhami janë pjesë të komunitetit tonë, zakonisht. Unë nuk e kom diskriminu kërkan. Të gjithë janë të ftuar në xhami, siç e dim, kështu që pse jo edhe ata që më përpara se kanë frekuentu xhamin, mendoj që është një vend shumë i mirë kur shpërndohen virtyte, vlera të mira, edhe nëse ju jeni që po interesoni të martoheni me një musliman, pse jo edhe rrugës të mësoni më shumë për islamin. E kjo Ramadan Challenge, çfarë lidhje ka me aplikacionin? Muslim Matchmaker dhe Ramadan Challenge janë të ndërlidhura shumë njëna me tjetrën, për arsye se Muslim Matchmaker nuk ka vlerë, kisha thonë, nëse nuk filtrohen personat e duhur. Për arsye se ne po kërkojmë një zgjidhje për komunitetin tonë që shtash, edhe pastaj ka shumë keqpërdorime që munden me ndodh prej personave që hyjnë, prandaj realisht po të mos ishte ideja Ramadan Challenge, Muslim Matchmaker s'kish funksionu. Për arsye të keqpërdorimeve që mundin me ndodh aty. Po gjithashtu Ramadan Challenge është i fton njerëzit në vepra të mira, çka e balancon të mirën e këtij projekti, se realisht ka rreziqe prej Muslim Matchmaker nga keqpërdorime të ndryshme, por nëse ne po i ftojmë të mbledhim 10 pikë të komunitetit duke i ndjek evenimente islame në xhamia tona në Kosovë, atëherë kjo e mirë ja mbishkrun ose e çfuqizon rreziqet që i ka Muslim Matchmaker si aplikacion. Çka bën në Ramadan Challenge që po na nxjerr? Po, çush thash, ne i kushtëzojmë kush dëshiron me hi në Muslim Matchmaker, me gjetë një kandidat përshtatshëm, ne i kushtëzojmë ata me ndjek këto evenimente në për xhamiat e Kosovës, dhe realisht është një arsye më shumë që mi nxit ata. E na i bëjmë tik të Ramadan Challenge që jemi konë në xhami, kemi lexuar Kur'an. Jo, ne nuk i bëjmë tik, ne i bëjmë share live location. Është një teknologji shumë avancuar që e ndërlidh rrjetin 4G që është shpërndarë në krejt Kosovën dhe gjithashtu infrastrukturën ekzistuese të krejt xhamiave. Ne kemi regjistruar 561 xhamia në të gjitha fshatrat dhe qytetet e Kosovës, ashtu që gjithashtu edhe rrjeti 4G është i pranishëm gjithka, ashtu që përmes internetit ti dërgon lokacionin në databazë për vendodhjen tonë, edhe aplikacioni në databazë algoritmi e konfirmon që ti vërtet je aty, edhe e validon edhe geolocation ose pozitën gjeografike, edhe konfirmon që edhe informata që ti ki nda me neve nuk janë informata fiktive që po i simulon me një software X, po janë reale, me algoritme, po tham, komplekse që ndërthurin edhe lëvizjen e satelitave të GPS-it, për arsye se janë 2 ose më shumë satelita
që janë duke reflektu pozitën tonë edhe janë të kalkulu pozitën tonë edhe gjatë lëvizjes satelitave në orbitat e tyre kemi kalim për një sateliti në një satelit edhe grumbullohen edhe nëse qëndron me një pozit grumbullohen pikat gjeografike që ti dërgon në një grupacion të veçantë që i përket asaj pozite dhe asaj kohe. E që na mundson neve mi deshifru kush është pozitë gjeografike që po ndodhet në kohë reale, kush është që po bëhet simulim. Domethënë është një algoritëm kompleks që po i sigurt. Dhe i sigurt që ka mundësi edhe mund të dalë edhe si teme doktoraturës. Unë kam kontaktu edhe jam konsultu edhe me programer edhe me shkencëtar të dhënave edhe me studenta të shkencave kompjuterike për me konfirmu edhe me ata që kjo zgjidhje është zgjidhje adekuate për këtë punë. Edhe më kanë sugjeru edhe më kanë ftu pse jo mi bë edhe tim doktoraturës. Po unë i falenderoj të gjithë ata që më kanë ndihmu edhe më kanë vlerësu për të mirë. Po kjo është sot dashta me potencu se i kom dhënë shumë rëndësi kësaj, edhe gjithashtu shumë rëndësi indikatorëve të përshtatjes, edhe është një zgjidhje që kam u konë për të gjithë të rinjtë dhe të rejat e Kosovës. Për momentin është duke u hostuar në servera në Gjermani, edhe qatë shumë kanë kapacitet, so që edhe mendoj edhe të gjithë të rejat dhe të rinjt e Kosovës me hy njëjtën kohë me shkru, ju jep shërbimin kualitativ. Unë kam insistu që gjithçka me qenë korrekte në këtë aplikacion, ashtu që për çdo të hyra që i marrim ne me garantu shërbime kualitative. Edhe mos më konë dëshpëruese për dikon që hen për kualitetin që ka, edhe për si është strukturu për mrena, si është konfiguru. Sa kohë na merr, më fal që po ndërprej Fatma, vetëm po më intereson me ditë. Domethënë neve për ata që dojnë me hyjë te Muslim Matchmaker, fillimisht hyjnë te Ramadan Challenge. Edhe çka ju duhet është vetëm me pas çet lokacionin on. Po. Duhet mi gjetë normal evenimentin ku po dëshiron me shku. Edhe i kena kodet e veçanta për çdo xhami. Për shembull, Prishtina fillon me /PR X. Mastën e kena për shembull që i kanë aty krejt udhëzimet. PRX 26 është xhamia Bardoshit në Vranjevc. Edhe mastën e PRX 26 në është falja sabahut në xhaminë e Bardoshit në Prishtinë. E këto janë pikë. Këto janë kodet të veçanta, edhe pastaj për secilin kod të evenimentit e fiton një pikë. Normal kur të vijon evenimentit. Sa pikë duhet mi bo të Ramadan Challenge që mandej me më pas ti mundësi me qenë si aplikant? Po, 10 pikë. 10 pikë duhet mi pas? E nëse nuk i fiton 10 pikë, a mundet mi anis për fillimit? Është kohë mjaftueshme për 2 muajve, për sa zgjat turniri i veprave të mira ashtu siç e quajmë ne, për 2 muaj ti mundesh me mbledh këto pikë dhe pastaj mundesh me hyj në Muslim Matchmaker me vendos përgjigjet në pyetjet dhe krijohet profili jot pastaj që pastaj më u krahasu. Për 2 muaj mendoj që realisht muajin secili kandidat me i plusu ato pikë edhe nuk... Po gjithsesi, duhet me pas parasysh se nëse nuk arrijen pikë të caktuna, mujnë me konkuru në turnirin e radhës, që fillon pasi të mbaraj turniri kaluar, pra çdo turnir zgjat 2 muaj, mbaran njone, vazhdon tjetri, edhe çdo kandidat i merr 3
profile që përshtaten me të në fund të 2 muajve, në fund të atij turniri, ashtu që për gjatë vitit me I pas 18 kandidatë të ndryshëm të cilat ti vazhdimisht për gjatë vitit po del me tam, po kontakton, po del në takime, edhe me nejt angazhun, domethënë në këtë aspekt që me gjetë dikon. Domethënë, nëse një personi ti erdhen 3 propozime. Tash, çka tutje, ku I vijnë ato propozime në aplikacion, I vijnë si emra? Jo, me email. Me email? Me email. Okej, shkon emaila, edhe ti e kini kontakt që mandej ti vetë e vazhdon qatë njoftimin ose... është personi kontaktus në profil tonën, është personi kontaktus të cilin ti mundesh vendos edhe emrin tanë edhe numrin tanë, ose nëse për motrat mundin me vendos edhe dikon më të moshuar ose babin ose edhe e vendosin emrin atij personit edhe që ajo është rruga për të cilën përmes saj mundesh me kontaktu me atë person. Çka të ka shtyf atën për me ndërtu një aplikacion të tillë? Po, më ka shty lidhja me databazët që kom mësu edhe në eksperiencën e punës që kam. Pastaj më ka shty edhe vetë të qenurit pjesë e këtij komuniteti, për arsye se më rjetizu kur familja jote nuk është që praktikon islamin shumë, ose mundet edhe me të kundërshtu, është e vështirë për ta, edhe kjo më ka shty edhe gjithashtu, po edhe nëse je I rjetizun realisht, mundet me ndodhë që propozimet që I merr prej shoqërisë edhe familjes nuk përshtaten me ty. Edhe pse jo me pas edhe një zgjidhje, edhe këto 12 pyetje janë 12 pyetje që ti realisht kimi bo edhe kandidatëve tjerë, edhe nëse dikush I propozon ata për ty. Se janë qështash shumë praktike. A ka më konë gjatësia e duhur, a ka më konë mosha e duhur, a ka më konë profesioni e duhur, a ka më konë të hyra që I merr, apo ajo që I merr, a ka më konë banimi, a ka më konë I përshtatshëm jeta bashkëshortore si ja planifikoni. Këto janë pyetje që të gjithë I pyesim pa dallim. Po realisht ata që prej shoqërisë tonë që I propozojnë për ty, ka mundësi që nuk I përgjigjen atyve pyetjeve. Edhe të krijon ty humbje kohe dhe irritim edhe zhgënjim kur ti del me shumë takime, po një diçka shumë e thjesht nuk përshtat për ty, edhe kjo pastaj mundet me çu deri te zhgënjimi, a thua apo ndodh kjo me mua, apo mund të mu martu, ose kështu me radhë. Krejt kjo është për me lehtësu këtë proje. A jeni konsultu me hoxhallar? Po. Jena konsultu fillimisht me hoxhallar për arsye se kena ditë që kjo është një temë shumë delikate, e kena marrë shumë seriozisht, edhe në fillim nuk munda me thonë që kun ideja, vizioni krejt gate, po fatmirësisht me ndihmën e tyre, me konsulencën e tyre, e kena propozu, na kur nuk jemi nis me atë synimin me gjetë dikon që mundet me na aprovu neve. Ne gjithmonë kemi pas synimin qysh muj me gjetë një rrugë që funksionon edhe që aplikohet në shoqërinë tonë, edhe që e mbron komunitetin. Nëse është ajo rrugë që dështon si ide biznesi, le të dështoj për arsyet e duhura. E mos të dështoj për arsyet të se po shkaktojmë dëm në shoqëri. Edhe kena marrë shumë seriozisht këto, edhe unë mendoj që kom vendos standarde që nuk kanë ekzistu. Pse po e them këto, për arsye se njëra edhe prej pyetjeve që nuk është indikator I përshtatjes është edhe niveli I ekspozimit. Niveli I ekspozimit
çka determinon është se ti mundesh me zvoglu numrin specifik sa persona e shohin profilin tënë. Nëse dënë vetëm 3 persona, vetëm 3 persona, Okej. dhe asnjë më shumë. Po janë ata vetëm 3 persona, po që 3 persona që përshtaten më shumë ti me ty. Edhe ku mundesh me gjetë nivelin e ekspozimit për shembull në rrjetet sociale, ku e ki infinite scroll, gjithkush hin në profilin tënd edhe gjithkush mundet me i pa të gjitha profilet. Këto jo vetëm në rrjetet sociale, po edhe në software që realisht janë mendu për me ta lehtësu martesën. Infinite scroll, hyn në privatësinë e gjithkujt. Edhe na kena dashur me luftu këto, qashtu që me mbrojt edhe shikimin, që është një prej këshillave, një prej obligimeve në islam për me mbrojt shikimin, edhe me pas një zgjidhje adekuate për këto. Qashtu që me mujt se cili hoxh, se cili miku jët mja preferu edhe pa asnjë fije dyshimi që gjithçka ka mu trajtu në mënyrën e duhur për ta, as nuk ka mu ekspozu ma shumë, as ma pak, realisht ai vendos vetë cilat informata për dëshiron edhe numrin e personave që për dëshiron. Edhe e kena bëhu funksionalitetin me fshi profilin në çdo sekond që dëshiron ti, mundesh me u tërheq për mbrapa, i gjithë procesi është i automatizuar, qashtu që asnjë person mos me pas qasjen tu, përveç algoritmit të përshtatjes, vetë databazës. Maksimalisht i kemi dhënë prioritet privatësisë. Edhe po tham, mundesh mja preferu secilit pa pas kur farë dyshimi që ka mu trajtu në mënyrën ma adekuate, ma të kujdesshme, të mundshme të dhonat e tyre. Kemi ardhur edhe me zgjidhje për enkriptimin e informatave sekrete në profil, ashtu që profili kur të dërgohet me email, është një teknologji që quhet stenanografi. Ashtu që informata sekrete munden me u ndërthur mrena imazhit, që vetëm software-i kompjuterik mundet me lexu. Edhe kandidatët që i sheh fatoni, ta zojmë, është filan vajza, po në profilin e filan vajzës është e integruar numri i fatonit, ashtu që nëse numri i fatonit, i ID-së së fatonit, ta zojmë, unë po e kish përdori privatësinë, edhe po postoj në rrjetet sociale profilin e saj. Unë nëse e shoh që fatoni ka postu këtë profil në rrjetet sociale edhe ka thy privatësinë e kësaj vajze, munda me marr foton përmes teknologjisë së stenografisë e di kush e ka shpërndo. Edhe nëse është profil fake, në Facebook i kryun, ose në Instagram. Edhe del numri i personit, ID-ja personit që ka bo, ashtu që me mujt drejt për drejt me raportu në organet shtetërore. Do më thonë kjo është komplet që ndodhë në formë të programit që ju e keni ndërtu, do më thonë forma automatike. Kjo është një prej teknologjive tona më të avancune, që është ashtë stenanografi quhet, edhe krejt kjo është që është ashtë për me bu këto sama të sigurt. Shumë punë e madhe po duket, edhe po kur munden me fillu njerëz sa ata që e këshyrin podcastin normal që dojnë me ditë kur munden me e pas në telefon? Mu i me shkarku me njëherë. Ka fillu në server ka dal live në meni mars, edhe prej 1 marsit na jena ato i mirë prit se cilin që donë më bashkangjitë. Perfekt, shumë mirë. Faton duke e ditë që regjia më ka njoftu që disa minuta që jemi në fund, por nuk po du me do më thonë, tu e ditë që është dita e Bajramit, dita e parë, me ditë një këshill ose çka do që ti kishe dashur me nda me shikust, me të rinjët konkretisht për për festën e Bajramit. Është një fest që vjen pas një sakrifice të madhe,
Unë mendoj që këto festa kanë shumë më shumë domethënie për arsye të sakrificës edhe veprave të mira që kemi bë, edhe unë i përgëzoj të gjithë ata që kanë agjeru edhe i kanë marrë lidhjet gjatë këtij muaji, e pse jo edhe me kremtu një arritje kaq madhështore, e keni të gjitha arsyet e duhura për me festu. Kështu që ja uroj edhe i uroj të gjitha të mirat për të gjithë ata që kanë agjeru, të gjithë besimtarët, veçanërisht komunitetin ton në Kosovë, që mendoj që shumë projekte të mira ka pas këtë muaj, si nga muslimanët edhe muslimanet, si nga profesionet të ndryshme, mendoj që kena shkëlqy veçanërisht këtë muaj më shumë me projekte të ndryshme. Pajtohem plotësisht, po nuk po muj edhe diçka të vogël, duke ditë që edhe ju e keni përjardhjen nga Gjakova. Çka mendon për bajramet, a ke pas rast me prit bajram në Gjakovë? Për bajram e kena vizitu në Gjakovë gjyshen, edhe më kujtohet prej femërisë time gjella që i gatun gjyshja, gjithmonë kanë qenë shumë të shijshme. Mënyra që kemi festu të i vizitu familjarë tonë në Gjakovë. Faton, të falenderoj shumë që ke, edhe e di që kemi edhe shumë çka me fol, edhe për aplikacionin, edhe për profesionin, edhe për Gjakovën njëkohësisht, po shpresoj që kemi me pas rastin mi pas edhe ndonjë podcast tjetër së bashku. Mirupafshim në podcastin e radhës.